Rritet numri të huajve që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri, India dhe Filipinet në krye të aplikimeve. Numri i shtetasve të huaj që disponojnë leje qëndrimi në Shqipëri u rrit ndjeshëm gjatë vitit 2025. Të dhënat e Instat tregojnë se në fund të vitit 32 presi 163 persona, një shifër 47% më e lartë se ajo vitit 2024. Shtetasit europian vijojnë të përbëjnë pjesën më të madhe të huajve me leje qëndrimi. Në vitin 2025 numri i tyre ishte rreth 17.000 ose 53% e totalit, pasi u rrit me 18.5% brenda një viti. Rritjen më të madhe kanë shënuar shtetasit nga Aziata, arritën në rreth 10.000 persona, duke shënuar një zgjerim prej 118% krahasuar me vitin paraardhës. Ndërsa shtetasit nga Amerika, Afrika dhe Oqeania rritën në rreth 5.250 persona, ose 73% më shumë se vitin 2024. Puna është arsye kryesore që i sjell të huajt në Shqipëri. Lejet e qëndrimit për këtë qëllim përbëjnë 55% të totalit. Në vijim renditet bashkimi familjar me 20%, arsyet humanitare me 8% dhe studimet me 3%. Edhe numri kërkesave të reja për leje qëndrimi u rrit gjatë vitit 2025. Në raport me vitin 2024, aplikimet shënuan një rritje prej 44%. Mes shtetasve që kanë aplikuar më shumë dallohen ata nga India dhe Filipinet, të cilët regjistruan rritje të fortë sipas të dhënave të Instat. Ky zhvillim lidhet kryesisht me nevojën e shtuar të bizneseve shqiptare për fuqi punëtore në shërbime, akomodim dhe punë shtëpiake, ku përfshihen kamarierët, punonjësit e pastrimit, kujdestarët e fëmijëve dhe të moshuarve. Njëkohësisht me shtimin e personave me leje qëndrimi është rritur edhe numri i rasteve të qëndrimit të parregullt. Në vitin 2025 u evidentuan 1900 shtetas të huaj në situatë të parregullt nga 1540 të tillë në vitin 2024. Shifrat tregojnë se meshkujt përbëjnë 65% të huajve me leje qëndrimi, ndërsa femrat 35%. Grup mosha më e pranishme është ajo 30-39 vjeç me 25% të totalit.